Paulo Estrella është mesfushori portugez i cili në merkaton e janarit u bashkua me ekipin e Skënderbeut si një përforcim cilësor dhe realisht ashtu ka rezultuar. 26 vjeçari ka blinduar me njerë pozicionin e titularit e skuadra Ernest Gjokës dhe është kthyer në nga lojtarët më të dalluar të skuadrës. Vetë Estrella për mikrofonin e RTV Korçës shprehet se kishte dëgjuar shumë fjalë të mira për Skënderbeun dhe se është përshtatur mjaft mirë te kjo skuadër. Kisha dëgjuar shumë për këtë skuadër. Është një ekip që ka bërë histori edhe në Kupat e Europës dhe jam i lumtur që jam pjesë e Skënderbeut. Më kam pritur shumë mirë dhe jam përshtatur menjëherë. Jemi duke zhvilluar ndeshje të mira dhe po rikuperojmë pikë të rëndësishme. Shpresoj shumë që të vazhdojmë me këtë ritëm. Ndërkaq i pyetur edhe për objektivat e tij personale, Estrella u shpreh se për momentin është i fokusuar të nxjerrë në pah 100% e tij. Mendoj se nuk jam ende në formën optimale dhe mund t'i jap akoma e më tepër. E rëndësishme është që jam përshtatur mirë dhe kam fituar besimin e trajnerit. Objektivi im është që të bëj paraqitje sa më të mira me fanellën e Skënderbeut, pastaj të ardhmes nuk i dihet asnjëherë. Paulo Estrella la ekipin e Portimonenses në kampionatin portugez dhe erdhi gjatë merkatos të janarit e Skënderbeu. Deri tani ai ka zhvilluar 11 paraqitje me fanellën bardhekuqe, duke marrë një rol të rëndësishëm në formacionin e Ernest Gjokës.